Silvinho ka folur pas fitores së madhe ndaj Andorrës, që i siguroi Shqipërisë kualifikimin në fazën e play-offit, ku qezinjtë ndrojnë të shkojnë në botror tashmë. Ja dolëm, fraza e mrekullueshme. Kjo shkon për të gjithë shqiptarët në botë. Jam krenar për lojtarët, 9 milion tifozë shqiptar që mund të jenë kudo. Jam realisht shumë i lumtur, e nisi fjalën e tij Silvinho për mediat. A e mendonit? E dinim, e tham që ishte shumë e vështirë për të luajtur futboll në këtë fushë. Anglia arriti të shënonte vetëm një gol këtu. Është ekip që poson shumë pak gola dhe jam krenar për të gjithë. Faleminderit shumë. Është pyetja e parë për aspektin taktik dhe hera e parë që Andorra luan 4-4-2. Kur e mora vendimin për Uzunin dhe Bajramin që të aktivizoheshin, i pash brenda lojtarët në dhomën e zhveshjes. E ka marrë si vendim në pushim ose 10 minuta pasi kishte nisur pjesa e dytë. Fola me Bajramin gjatë pushimit. Bajrami është një trekuartist, e di që ka diskutime në lidhje me të, por është gëlqënuesi më i mirë i skuadrës që kemi aktualisht. Nuk më intereson çfarë ndodh mes skuadrës dhe klubit. I heqi dhe kapelen e Uzunit. Më vjen keq për Pajazitin dhe Caken që ishin në tribunë sot, por e tillë është situata. Jemi një ekip që jemi të gjithë bashkë. Kur gjërat shkojnë mirë, po bëjmë punë shumë të mirë. Kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri për të qenë më i angazhuar, edhe Dorieva me Zabaletën. Kemi humbur vetëm një ndeshje në këtë rrugtim. E kishim menduar më përpara. Shehu e bën dhe te klubi i tij këtë rol që është më i avancuar. Laçi nuk e ka pozicionin e tij si trekuartist. E menduam, por kuptuam se mund të ishim pak të bllokuar, ata të depërtonin në këto pozicione. Morëm vendimin që ndryshimi nuk do vi nga fusha, por nga pankina. Çfarë i thatë Brojës? Sjellja e tij ishte për zëvendësimin apo për paraqitjen? Nuk e di, nuk ndjeva asgjë. Flas me të gjithë lojtarët, festuam shumë. E pash pak të inatosur. Nuk e di, do flasim brenda nesh, ka kohë. Kemi edhe 3 ditë nga Anglia. Nuk e kuptova se çfarë kishte Broja. Isha për herë të parë i shqetësuar dhe i thash Dorivës, Dori, të lutem, si janë? Më tha 1-0, pastaj dikush më tha 2-0. U shpreh Silvinho për Klan TV.